Gjëja për cilën tani po flitet shumë në Shqipëri është lufta. Njerëzit flasin për luftën me normalitet dhe thonë që shumë prej gjërave të dikurshme dhe madje e shoh njerëz që intervistoj, duheshin bërë. Do thënë armët, armatimi, ushtria, komandimi, gjithçka. Dhe prandaj thash faktin që në të gjitha këto intervista që unë po marr përmendet babai juaj edhe roli i tij në atë që quaj diktaturë në Shqipëri, por që quaj edhe ndërtimi i një shteti. Ju duket kjo një lloj dëshire që kanë njerëzit për të marrë me llafe? Pse e bëjnë këtë shqiptarët, që rikthehen në kohë dhe thonë që po, ajo kohë ishte... Po ka njerëz që kanë nostalgji për atë kohë, ndoshta edhe nga zhgënjimi që ndjejnë, domethënë, prej kohës tanishme, prej kohëve të sotme, por edhe nga harrimi, mund jetë, po edhe në një farë lidhje ndoshta edhe ideologjike që mund ta kenë të trashëguar, të përcjellë nga prindja apo nga gjyshi, apo domethënë varet se nga vijnë këta njerëz. Nuk besoj të jenë nga ata që kanë vuajtur. Po. Domethënë njëri që ka vuajtur kur nuk do thoshte që bunkerët duheshin, që armatimi duhej, ai s'do fliste. Jo, është tjetër gjë. Bunkerët është tjetër gjë. Ajo ka të bëjë me atë delirin e autoizolimit. Edhe armatimi që këtë, domethënë, Shqipëria do përballonte një sulm të një kohëshëm të NATO-s e Traktatit të Varshavës. Ajo është edhe për të krijuar një lloj psikoze, po edhe për të induktuar vetes një lloj psikoze, do thosha unë. Po sigurisht një vend duhet të armatohet, po atëherë ishin kushte krejtësisht të tjera, nuk ishte Shqipëria, domethënë që do përleshej me NATO-n e me Traktatin e Varshavës, nuk ishte tjetër konjunkturë. Kurse tani Shqipëria është në NATO, po është tani problemi që armatosjes e Europës. Ju duket sikur po rikthehet një kohë, domethënë sikur po dëgjon një lajm që ke pas dëgjuar para shumë vitesh, sikur je një i rilindur në një trup tjetër dhe po jeton një kohë armatimesh. Çfarë përjetimi keni ju kur dëgjoni? Më tepër se sa atë kohë, domethënë të armatimit në kohën e komunizmit, më tepër më çon në një kohë historike më të hershme që unë nuk e kam jetuar, në vitet 20-30 shekullit kaluar. Jo në Shqipëri, kudo? Në Europë. Në Europë. Po. E ndjeni, domethënë. Po, është evidente, nuk është, domethënë, është me gjërat që thuhen nga Shtëpia e Bardhë sot, me përkrajen që kanë dhe me rritjen e partive, domethënë fashiste, neofashiste në Europë, me simpatin që kanë një pjesë e këtyre, domethënë partive neofashiste, për një autokrat si Putini, për shembull. Është janë kohë të vështira për demokracinë. Për shembull, mbyllet zëri i Amerikës. Si vjen kjo për ju? Si lejmë? Po, edhe kjo është një shenjë që është fundi i një kohe, domethënë. Dhe kjo dëmton dhe Amerikën shumë, se forca e Amerikës nuk është vetëm fuqia ushtarake. Amerika sa luftra ka humbur me shtete shumë më të vogla. Është ajo që quhet soft power, domethënë fuqia të rreqësi që ka, që është dhe Hollywoodi, është Broadway, janë shumë gjëra, domethënë që e të rriqnin. Është edhe mirëqenia, është edhe kultura, gjitha këto. Si mund të vinin në këtë ditë? Mënyra e jetesës amerikane. Si u erdhët në këtë ditë? Ky është muhabet i gjatë, ky donte një emision tjetër. Me dy fjalë do thosha që është po ajo që po ndodh jo vetëm në Amerikë, edhe është kudo sot që fryn një erë e tillë. Mendoj që kjo vjen pikërisht nga ajo që quhet neoliberalizëm, domethënë tkurrja e shtetit mirëqenies dhe si thua një lloj çrregullimi i tregut dhe një shpërndarje e padrejtë e pasurisë. Ju jeni majt? Po. Po jo i majt si Partia Socialiste. Partia Socialiste s'ka asgjë të majt. Çfarë ka Partia Socialiste? Partia Socialiste është një parti neoliberale si të tjera, domethënë. Si që të tjera, dhe i përshtatet kohës. Nuk ka shumë ndryshim nga PD-ja në këtë drejtim. Nuk. Kurse socialdemokracia skandinave për shembull është krejt tjetër gjë. Në Spanjë për shembull janë të majt? Po është Partia Socialiste, pastaj ka parti që janë më të majta, se Partia Socialiste janë në koalicion me të. Sot. Ju keni njohur personazhet nga afër, personazhet që dominojnë politikën shqiptare, si Berishën edhe Ramën, besoj. Po, e kam njohur. Besoj më shumë Ramën. Po. Ka ndryshuar shumë? Si? Ka ndryshuar shumë?
pushteti ndryshon, sigurisht. Kjo si duket është, që pushteti ndryshon njerëzit. E takoni përsëri Ramën? Ka ca kohë se kam takuar. Ndërsa Berishën? Berishën e kam takuar në fillim në dola nga burgu, në Tenjishin, kam takuar 1-2 herë, ishte lideri i opozitës në atë kohë. Edhe kaq, nuk është se mbajtet më rëdhane, përsa kohë në 97-a ishte një për arsyeve që... Po as më përpara, domethënë nuk e kam, mbas në Tenjishit nuk e kam takuar më. Shtu Tirana, si është? Shqipëria, si është? Tash edhe kjo donë të njohur ti. Po ju sa erdhën nga, ju tani keni ardhur, ju dy keni ardhur praktikisht, edhe kjo Shqipëria si kur ndryshon me ditë. Ka gjëra që janë më mirë, ka gjëra që janë më keq. Ka një lloj sistemimi të qytetit, të qendrës, një lloj glamori, ka më shumë drita, rrugët më të mira, po nga ana tjetër janë këto kullat që janë krejt, janë absurde. Janë absurde, janë të frikshme. Të frikshme. Të frikshme, ja. Po, kur shoh ato mendoj për Serkasin që thot lidhjen me Dajtin. Ndërkohë, edhe kjo do një emision tjetër, po unë po e bëj si pyetje, është në burg një djalë i cili drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe lideri i opozitës Berisha e përmend gjithmonë fatin e tij si një fat të ngjashëm me të babait tuaj. Po, s'ka lidhje fare, është tjetër situatë dhe të tjera shkaqe janë këto. Po i ç'bëj dhe kthehem te e kaluara edhe për një gabim të madh në fakt, po duke ditur sa ju doni të dini që e ndiqni këtë ekran, po nuk mund të bësh pyetje që duke bezdisur. Kjo është e qartë. Dhe për më tepër kur ftesa është për një libër. Po ne gjejmë mundësinë për ta përdorur edhe letërsinë për të folur për realitetin. Po letërsia në fakt nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë është letërsia? Çfarë është letërsia? Letërsia në rast parë nuk është që pasqyron realitetin, po e merr realitetin si pretekst dhe bën një parodi të realitetit. Letërsia është kërkimi i qenies, i misterit të qenies. I misterit të shpirtit njerëzor dhe i qenies si të tillë. Duke lexuar dhe shkruar, e keni gjetur ju? Duke lexuar dhe shkruar, ju e keni gjetur misterin? Ai nuk gjendet asnjëherë. Ai në një farë mënyrë përjetohet. Mund të thuash. Nuk mund të gjendet në mënyrë që ta shprehesh me fjalë, thuash që është kështu, është kjo, është kjo. Përveç se duke shkruar një libër tjetër. Më thënë, e rëndësishme është rruga, ajo është ajo që na knaq, që na mbush, që na pëlqen. Shkrimtarët që ju tani pëlqeni? Librat që ju po lexoni? Rilexova një libër Danilo Kishit tani, një varr për Boris Davidovicin. Ju rikthyet? Po. Për ndonjë arsye të veçantë? Për të tretën herë. Për tretën herë? Po. Po është arsye doja të lexoj një libër të mirë dhe rilexova. E njëkohësisht tani jam duke dhënë një seri leksionesh në Universitetin Mesdhetar, politika dhe letërsia moderne, dhe një nga autorët për cilë do flasë është Danilo Kishi, por jo konkretisht për këtë libër. Në universitetin në Shqipëri? Si? Mësime në Shqipëri? Po jap leksionin e një nga Universitetit Mesdhetar. Dëgjojnë për letërsinë të rinjt e TikTokut? Ata janë të vëmendshëm, ata që vinë në kursin tim janë të vëmendshëm, që vinë leksionet e mia. Kanë pyetje? Po, sot kishte pyetje, ishin interesante. Për letërsinë vetëm? Më tepër ishin përgjigje që i bëri një profesor, se sa pyetje. Po kishin të bërë me estetikën më tepër. Më thënë janë të vëmendshëm, ndryshe shpendojmë ne që rinia e TikTokut e zhurmave, ata njerëz që ju keni student? Ata që kanë ardhur atje janë të vëmendshëm. Të vëmendshëm. Ose interesante. Ju falenderoj shumë për këtë. Faleminderit juve që më ftuat. Faleminderit dhe ju uroj shumë fat librit tuaj. Kënaqësi. Faleminderit.